Bill Clinton thyen heshtjen pasi dalin fotot nga dosja Epstein. Departamenti Amerikan e Drejtësisë publikoi mirafaqe me foto dhe prova që lidhen me të dënuarin për abuzim seksual dhe prostitucion Jeffrey Epstein, duke përfshirë foto të Bill Clintonin dhe Ghislaine Maxwell dhe personazheve të tjera të famshëm. Ish-presidenti amerikan reagoi ashpër duke u përgjigjur akuzave dhe duke zbuluar se kjo nuk është përpjekje për të mbrojtur atë, por një mbulim nga administrata Trump. Pas publikimit të fotove, Bill Clinton lëshoi një deklaratë të ashpër duke deklaruar se veprimet e administratës Trump nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e tij, por me fshehjen e fakteve të tjera që mund të dalin në dritë në të ardhmen. Siç deklaroi zëdhënësi Clinton, shtëpia e bardhë nuk i mbajti këto dosje për muaj të tërë vetëm për t'i publikuar ato më vonë dhe për të mbrojtur Bill Clinton. Kjo ka të bëjë me atë që ato po përpiqen të fshehin përgjithmonë. Përgjigjja e Clintonit përqendrohet në përpjekjen për ta fajsuar atë, duke akuzuar se ata që janë vërtet përgjegjës se përpiqen të shmangin pasojat. Zëdhënësi theksoi se nuk ka ndryshim midis atyre që ndërprejnë lidhjet me Epstein, ku zbuluan krimet e tij, dhe atyre që vazhduan të mbanin kontakt me të.